Firma e deputetit Auland Balla, njëherët edhe kryetari i grupit parlamentar të maxhorancës qeverisë, është e para në kërkesën që këto ditë i është drejtuar kryeministrit grek Kyriakos Mitsotakis, ashtu si edhe deputetët tjerë. Balla i është bashkuar nismës së deputetit të zonës Vasil Llajo për të sjellë përmirësime të domosdoshme për regjimin e shërbimit në pikën e kalimit kufitar të qafbotës. Nën prefekti i Sarandës Kristaj Kiço thotë se kërkesa zyrtare mban në nënshkrimin e kryetarit të grupit parlamentar socialist Auland Balla dhe deputetëve të tjerë si edhe kryebashkiakëve të 4 bashkive të Jugut. Ne kemi bërë tentativa të erëpashershme, kemi bërë takime në pikën kufitare të doganore të qafbotës me palën greke, me deputetët Llajo të zonës tonë, por edhe Joja ka i Thesprotis, për të diskutuar mbi rivendosjen e pikës doganore të qafbotës në nivelin që ka qenë më përpara. Ne ja kemi arritur një herë rreth viteve 20 që të hapim në mënyrë sezonale me një marrëveshje ndërmjet dy institucioneve tona, doganës shqiptare dhe greke, për hapjen nga prilli deri në tetor për 24 orë të kësaj dogane, po kuptohet që kjo nuk u realizua për shkak edhe të situatës së Covidit që është krijuar atëherë. Kiço shpreh se qafbota është një nyje e rëndësishme dhe domosdoshme për lëvizjen e banorëve dhe ekonominë në dy anët e kufirit. Lehtësimi i lëvizjes vlerësohet me impakt të dyanshëm edhe në zhvillimet turistike. Pika kufitare e qafbotës është ndëruar tani në një pikë shumë të rëndësishme për kalimin e banorëve të zonës tonë, por edhe si një pikë në të cilën kalon një numër shumë i madh turistësh, për shkak edhe të lidhjes së Sarandës me portin e Igumenicës. Gjatë vitit të kaluar është krijuar një situatë jo e këndshme në doganën e palës greke, për shkak të arrestimit të pjesës më të madhe të punonjësve të doganës. Është krijuar një situatë problematike me vonesa, me staf i cili nuk ishte i kualifikuar që është vendosur, dhe kjo ka ndikuar në krijimin e radhëve të gjata, por edhe të problemeve të cilat kanë ndikuar në të dy anët e kufirit, qoftë edhe për ekonominë e zonës së Thesprotis, por edhe për Sarandën. Nisur nga kjo, ne kemi bërë tentativa të erëpashershme, kemi bërë takime në pikën kufitare të doganore të qafbotës me palën greke, me deputetët Llajo të zonës tonë, por edhe Joja ka i Thesprotis, për të diskutuar mbi rivendosjen e pikës doganore të qafbotës në nivelin që ka qenë më përpara, por duke parë edhe zgjatjen e orarit përtej asaj që ishte miratuar deri atëherë. Nisma më e fundit që kërkon vendimarrjen e autoriteteve më të larta të shtetit grek i referohet praktikës së arritur 6 vite më parë, kur përmes vullnetit të politikës në nivel lokal dhe rajonal u vendos regjimi i shërbimit 24 orë në 24 në këtë pikë të kalimit kufitar. Me iniciativën e deputetit Llajo është bërë një kërkesë ndaj kryeministrit të Greqisë që do t'i dorëzohet këto ditë. Është e firmosur nga kryetari i grupit parlamentar të Partisë Socialiste Auland Balla dhe deputetë të tjerë dhe nga kryetarët e bashkive të Jugut për të kërkuar normalizimin e situatës dhe hapjen e doganës për 24 orë. Ne kërkojmë për gjithë vjetor, përderisa dogana nga ana jonë është në funksion 24 orë, dhe kuptohet që kjo do jetë objekt diskutimi për shkak edhe të mundësive që ka pala greke për ta realizuar këtë, qoftë edhe për sezonale, siç e kemi miratuar edhe më përpara, siç e kemi arritur edhe më përpara, duke filluar nga prilli deri në tetor të paktën. Po qëllimi jonë është që të hapet 24 orë. Aktualisht nga pala greke në qafbot ofrohet vetëm 13 orë shërbim në ditë, ose disa orë më pak se një vit më parë. Qëllimi i kërkesës së më të fundit të parlamentarëve dhe 4 kryetarëve të bashkive të Jugut të vendit ka edhe mbështetjen e homologëve grek të rajonit të Thesprotis, si dhe të deputetit Vasilis Jojakas. Qëllimi është që shërbimi kufitar në qafbot të shtrihet në 24 orë gjatë gjithë vitit.